A I lejohet femrës të udhëtoj pa mahrem në hax apo umre? Shisha, dhe thot hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që gruaja duhet me shkuar në hax me mahrem. Apo e sidomos do thot gruaja shka është e re, shka ka për shembull ambicie alo për martesë. Se për shembull zakonisht në hax shkojnë për shembull plakat, apo edhe për shembull ka disa fetfat të dietarëve islam që nëse është shumë plak, është në grup me haxhiler, do thotë mund të me udhëtu edhe vet, apo ama shumicën e rasteve piktuin për shembull se s'la shkon me burrin e vet ose me vllavin e vet ose me xhalin e vet ose e ka një shtëpijës, apo nuk ka dani gruash që shkon kryet vete pa kërkan hiç që me bë telash edhe fesad atje. Pse se nuk ka vend I telashës edhe I fesadit, po është vend do thotë I adhurimit. Edhe shumica do thotë shkojnë për me madhnu Allahu xhelal, jo me shku me bë budallakia. Ma kur dush me bë budallakia ka vene për budallakia, ma çabja nuk ka për budallakia.